Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, ka falenderuar tifozët për mbështetjen e jashtëzakonshme pas fitores spektakolare 4-3 ndaj Slovakisë, duke theksuar se skuadra është shumë pranë realizimit të një ëndre historike. Muriqi u shpreh se fitoria do të festohet, por theksoi se objektivi kryesor ende nuk është arritur. Na ka mbetur edhe një hap i vogël për të arritur Kupën e Botës dhe për të shkruar histori. Është kulmi për çdo lojtar që përfaqëson shtetin e vet të arrijë në një botror. Shpresoj ta realizoj këtë qëllim që e kam edhe personal. Pastaj të japim lumturi për njerëzit anë mban Kosovës. Në një video të publikuar nga Federata e Futbollit të Kosovës, sulmuesi vlerësoi rolin e tifozëve, duke theksuar se atmosfera në stadium do të jetë një faktor vendimtar në ndeshjen e radhës. Duke folur për sfidën vendimtare ndaj Turqisë në stadiumin Fadil Vokri, Muriqi tregoi respekt për kundërshtarin, por edhe besim të plotë te skuadra e tij. I dim cilësitë e Turqisë. Është një ekip më i mirë se Slovakia, por i njohim edhe pikat e dobta të tyre. Do t'japim maksimumin dhe me përkrahjen e tifozëve, besoj se gjithçka do të jetë pak më e lehtë. Kosova tashmë është vetëm një hap larg një arritjeje historike dhe me lider si Muriqi në fushë, ëndra e botrorit duket më pranë se kurrë. Fitoria spektakolare e Kosovës ndaj Slovakisë nuk ka kaluar pa u shpërblyer. Qeveria e Kosovës ka vendosur të akordojë një shpërblim financiar prej 500.000 eurosh për Dardanët, si vlerësim për suksesin e arritur në play-off. Ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, bëri të ditur përmes një njoftimi në rrjetet sociale se vendimi do të procedohet shumë shpejt për miratim. Me kërkesë të kryeministrit, vendimin për ndarjen e shpërblimit prej 500.000 euro për fitoren e mbrëmshme të Dardanëve do ta kemi gati për miratim të hënën në mbledhjen e qeverisë, shkroi Murati. Ky vendim vjen pas një premtimi të bërë më herët nga kryeministri Albin Kurti, i cili kishte deklaruar që në nëntor se skuadra do të shpërblehej në rast fitoreje ndaj Slovakisë. Ndërkohë, fokusin tashme e ka finalja e madhe. Të martën, Kosova do të përballet me Turqinë në stadiumin Fadil Vokri, në një ndeshje vendimtare që mund të shkruajë historinë me kualifikimin në Kupën e Botës. Edhe për këtë ndeshje ka shpërblim, pasi kryeministri Kurti ka premtuar 1 milion euro për fitoren ndaj Turqisë, që do të ishte kualifikim historik në Kupën e Botës. Kombëtarja e Kosovës ka fituar me rezultat 4-3 në udhëtim ndaj Slovakisë, në gjysmë finale të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës 2026. Të parët që kaluan në avantazh ishin vendasit që shënuan në minutën e 5 për rezultatin 1-0, fal një goditjeje të saktë me kokë nga qendërmbrojtësi Martin Valiant. Pas golit të pësuar, Kosova filloi disi të këndellej dhe shtoi intensitetin e lojës, me çrast kjo ju shpërblye edhe me golin e barazimit. Ishte Veldin Hoxha, i cili në minutën e 20 të takimit realizoi një super gol nga jashtë zonës për rezultatin 1-1. Vendasit patën një mundësi të mirë shënimi në minutën e 36, por fatmirësisht për Kosovën, goditja e Lukas Haraslin u ndal nga shtylla. Sidoqoftë, i njëjti lojtar u treguai saktë në minutën e 44, kur nga gjuajtja e lirë realizoi për rezultatin 2-1. Me të filluar pjesa e dytë, Kosova barazoi gjithçka në 2-2, fal një shkëputjeje fantastike në ajër nga Fisnik Aslani. Nuk vonoi shumë dhe Dardanët realizuan golin e përmbysjes me anë të Florent Muslijes, i cili në minutën e 59 realizoi një gol spektakolar nga goditja e dënimit për 3-2. Golin që e vulosi fitoren e madhe, Kosova e gjeti në minutën e 71, kur pas një tollovie në zonë, Kreshnik Hajrizi e shfrytëzoi një top të kthyer për ta dërguar në rrjet për 4-2. Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit, Slovakia ja doli të shënoi edhe një gol tjetër përmes David Strelec për 4-3, por nuk ishte e mjaftueshme për ta evituar eliminimin. Tani më 31 mars, Kosova do të jetë nikoqire e Turqisë në stadiumin Fadil Vokri, aty ku do të vendoset se cila skuadër do të sigurojë biletën për Kupën e Botës 2026.